Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale AC, 47 vjeç dhe VK, 31 vjeç, të dy banues në Berat, pasi gjatë kontrolleve në dyqanet që administronin, u gjetën dhe u sekuestruan me cilësinë e provas materiale 29 celular në total, për të cilët nuk kishin fatura blerjeje. Specialistët e sektorit qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale RC, 46 vjeç, banues në Berat, pasi në fshatin poshtë një automjeti që drejtonte është përplasur me një autobus. Pastaj janë dëmtuar 46 vjeçari dhe bashortja e tij, pasagjerë në automjet, të cilat janë në kujdesin e mjekëve dhe aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale MT, 20 vjeç, banues në Berat, pasi në lagjen Çlirim dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe si pasojë automjeti është përplasur në mur. Nga përplasja është dëmtuar 20 vjeçari dhe dy pasagjerët në automjetin që drejtonte ai, të cilët janë në kujdesin e mjekëve dhe aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kuçov referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale BP, 50 vjeç, banues në Kuçov, pasi dyshohet se për motive të dobët ka dëmtuar një makineri në pronësi të një 51 vjeçari. Shërbimet e stacionit të policisë Poliçan referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 17 vjeçar, pasi dyshohet se për motive të dobëta ka goditur me grushte një 19 vjeçar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme.